Radio 1 ju prezanton ciklin e temave Mos u trishto. Paqja e mendjes është domosdoshmëria e jetës. Kur isha i ri, e lash familjen dhe shkova me studime në Riad. Aty qëndrova tek xhaxhallarët e mi në kushte të vështira dhe të ngushta. Për të shkuar në shkollë, më duhet të ecja 30 minuta çdo mëngjes dhe 30 minuta për të kthyer në të nxehtin përvolues të drekës. Në shtëpi merrja pjesë në përgatitjen e mëngjesit, drekës dhe darkës. Detyrat e mia ishin fshirja e shtëpisë, pastrimi i kuzhinës dhe sistemimi i dhomave. Për më tepër, studioja shumë dhe merrja pjesë në aktivitetet shkollore. Gjithmonë arrija nota të larta, gjë e cila më shtynte të punoja edhe më fort. Kisha vetëm një gjybet, cilën më duhet ta laja dhe hekurosja pa pushim. Për shkak të shumës së vogël që merrnim si bursë, e vishja këtë rrobe në shtëpi, në shkollë dhe në raste të veçanta. Nevojat parsorë si ushqimi dhe qiraja më merrnin shumicën e parave. Të gjithë ishim në situatë të ngjashme, ndaj rrallë hanim mish, e edhe më rrallë fruta. Të gjithë përpiqeshim fort në studimet tona. Vetëm një herë në muaj kisha rast të shkoja për të çlodhur dhe zbavitur. Ne studiuam rreth 17 lëndë në shkollë, ku kurseve tona të vështira të fesë dhe arabishtes ju shtuan edhe algebra, anglishtja dhe fizika. Shpesh merja hua libra të poezisë arabe dhe ma gjepsesha prej tyre me orë të tëra. Tani që mendoj për ato ditë më kujtohet se me gjithë vështirësitë e mia isha i lumtur dhe flija me mendje të qetë çdo natë. Më vonë, me ndihmën e Allahut, bleva një shtëpi të mirë, haja mirë, vishja lloje të ndryshme rrobash dhe jeta në përgjithësi më mori një drejtim të begatë. Por me gjithë këto, nuk e ndjej të njëjtën prehje dhe qetësi si më parë. Probleme më të ndërlikuara kanë shoqëruar një jetë më të ndërlikuar. Ndaj, mos mendoni se të kesh pak është shkak për pikëllimin dhe ankthin tuaj, sepse kjo nuk është e vërtetë. Shumica e njerëzve që zotrojnë në minimumin e jetesës kanë ndërgjegje më të shëndosh dhe ekzistencë më të paqët se të pasurit në përgjithësi. Përgatituni për më të keqen. Në shkollë të mesme u bëra shumë konkurrues në arritjen e notave të larta. Në një semestër të veçantë, punova aq shumë sa që nuk prisja të dilja më pak se i dyti. Që mendoni se ndodhi? Mbeta në anglisht. Një lëndë të cilën e kisha të merr, dhe nga kjo nuk merja vesh asgjë. Një re e zezë depresioni u varë mbi mua dhe disa net me radhë e kisha të vështirë të flija. Disa shok të klasës madje u kënaqen me dështimin tim. Ajo që kishte ndodhur ishte diçka krejt e papritur. U hidhrova dhe u zymtova shumë për disa ditë në vijim. Një mësues e vuri re gjendjen time dhe bëri çmos të më inkurajonte e të më qetësonte. Sa herë që e kujtoj, habitem me atë se sa rënd më ndikoi ajo ngjarje mua. Depresioni në të cilin rash nuk më ndihmoi as pak dhe nuk mundi ta ndryshonte notën time pakaluese në një notë kaluese. Ajo që duhet të them është se mos mendoni që nëse bëheni të trishtuar apo të mërzitur për shkak të dështimit, do të arrini pa pritur sukses. Kjo s'ka për të ndodhur. I vetmi efekt që ai pikëllim ka për të patur mbi ju, është se do t'ju bëj të ndiheni më keq. Kur kisha përfunduar tezën e titullit të mjeshtrit, magjistraturën, shpresoja të merja 10. Mendoja se puna ime meritonte një 10, por në fund mora 8. Unë reagova disi në mënyrë të tepruar dhe u shqetësova shumë për notën. Një mik i imi më tha: "Zëre se për një arsye apo një tjetër, nuk do ta kishe arritur kur titullin e mjeshtrit. Çfarë do të kishe bërë? Për më tepër, ç'ndryshim ka nëse merr 10 apo 8? Ti prapë ke titullin e mjeshtrit." Ajo që ai tha ishte padyshim e vërtetë dhe unë erdha në vete. Tani e kuptoj se mënyra më e mirë për t'ja dalë në situata të tilla është të përgatitesh për rezultatin më të keq të mundshëm. Nga kjo përvojë mora një mësim të mirë.
Kur erdhi koha të dorëzoj tezën e doktoraturës, fakulteti e shtyu datën e pranimit për një kohë të gjatë. Teza ime ishte përgatitur dhe përfunduar me kohë. Nga që ishe i gatshëm për gjithçka, vonesa nga ana e tyre nuk më ndikoi as pak. Ai që është i përgatitur mendërisht për dështim në punën e tij, nuk do të shqetësohet nga një humbje e pjesshme. Nëse jeni shëndosh dhe keni mjaft ushqim, po ja dilni mban. Më 1980 mora pjesë në thirrjen islame afër kufirit me Yemenin. E lash përkohësisht kampin bashkë me një nga profesorët e mi dhe shkuam në Abha. Gjatë kthimit isha shumë i shqetësuar sepse ai po e ngiste makinën me shpejtësi shumë të madhe. Ju luta të ngadalsonte, por kjo me sa duket e bënte të ecte edhe më shpejt. Binte shihet natë, e megjithatë ai vazhdoi të ngiste makinën në mënyrë të shfrenuar. Përfunduam në një lugin që po mbushej me ujë. Në fillim, uji arriti nivelin vetëm pak përmbi goma. Mirë po kur mbritëm mesin e luginës, situata u përkeqësua, nga që uji filloi të hynte në makinë. E lam makinën dhe me shumë vështirësi ja dolëm të shkonim në cepin e luginës. Ngecëm atje tër natën pa ushqim, pije e as mbulesa. Megjithatë ishim të kënaqur dhe falënderues për situatën tonë. Pasi kur na mbuloi përmbytja, mendonim se do të vdisnim. Ndaj ishim mirënjohës që mbetëm gjallë. Herët në mëngjes, dikush erdhi dhe na çoi në vend të sigurt. Kjo ngjarje më kujton një histori që ka ndodhur në luftën e dytë botërore. Një anije amerikane u godit nga një predh dhe filloi të mbytej. Kapiteni u ngujua për 13 ditë vetëm me ujë dhe bukë për të ngrënë. Atë e pyetën më vonë nëse kishte nxjerrë ndonjë mësim nga përvoja e tij. Ai tha: "Diçka e rëndësishme që kuptova nga kjo përvojë është se nëse një njeri është shëndosh dhe ka bukë e ujë, ai ka gjithë botën me vete. E ç'është tjetër kjo botë veç se një trup i shëndetshëm, paqe e mendjes, bukë, ujë dhe një robë për t'u veshur? Përse nuk përdorim matematikën për të llogaritur atë që kemi dhe atë që nuk kemi? Shumica prej nesh do të shohin se kanë mbi 80% të gjërave që e bëjnë jetën të rehatshme. S'është nevoja të theksohet se ka raste të veçanta kur njeriu privohet nga gjërat kryesore, por në pjesën më të madhe ne qajmë për rehatin që na mungon pa falendëruar për ato që kemi. Ne jemi të pikëlluar kur goditemi me diçka dhe mos mirënjohës kur gjithçka shkon mirë. Shuaj e zjarrin e armiqësisë para se të shuaj. Për gjatë tërë jetës kam parë se sa herë që e kam mbrojtur veten ndaj komenteve shpifse, humbja dhe pendimi ishin rezultatet kryesore. Në fillim mendoja se ishte me mend t'i qartësoja gjërat kur ndonjëri më kishte sulmuar, me zë apo me shkrim. Mirë po në fund, shija gjithmonë të kundërtën. Një sens armiqësie lindte midis meje dhe personit që më kishte sulmuar, dhe në vend që të rivendosnim lidhjet e mira midis nesh, personi përpiqej të më shante akoma edhe më keq. Në fund dëshiroja që të mos I isha kundërvën kur. Gjëja më e mirë për t'u bërë që në fillim do të kishte qenë të falja, duroja, tregoja durim, të kthehesha mënjan dhe injoroja fjalët shpifse. Fundja, kështu na mëson edhe Kurani. Trego mëshirë, urdhëro për të mirë dhe hiqju budallenjve. Le t'u falin dhe le të mos u azën për të madhe. Ata që e përmbajnë zemërimin dhe u falin njerëzve. Dhe kur zemërohen, ata falin. E kur ignorantët u drejtohen atyre me fjalë, ata thonë, paqe. Ndaj ktheje të keqen në mënyrën më të mirë, se atëhere ai, me të cilin kishit një farë armiqësie, do të bëhet mik I afërt. Ndaj nëse dëgjoni fjalë të këqija prej ndokujt, mos ja ktheni, se kjo do të sjellë që sulmi të 10 fishohet. Kur mos I përçmoni përpjekjet e dikujt. Jeta më ka mësuar të zbatoj në praktik diçka që nuk më ka lënë kur në baltë. Ta shpreh me maturia provimin e të tjerëve.
Kjo sjellje ka një efekt pozitiv mbi të gjithë llojet e njerëzve. Fjalët e ëmbla dhe të buta bëjnë çuditëra mbi zemrat e njerëzve. Feja jonë na mëson të jemi bujar dhe të dashur në marrëdhëniet me njerëzit. Një ajet kuranor thotë: "Dhe me mëshirën e Allahut, ti ishe i butë ndaj tyre, e sikur të ishe i vrazhë dhe zemërfort, ata do të shkapërderdheshin prej teje." Autori i librit Si të bësh miq pohon se një faktor i rëndësishëm në tërheqjen e njerëzve ndaj jush është lavdërimi dhe komplimentet e vazhdueshme ndaj tyre. Nuk jam dakord. Duhet maturi dhe drejtësi. Vërtet, Allahu ka vendosur një mas për të gjitha gjërat. Ndaj, as nuk duhen lavdëruar të tjerët kot, e as nuk duhet qëndruar larg dhe i thatë me ta. Mund të zgjidhnim rrugën e të vështruarit të njerëzve me fodullëk. Në këtë rast do të jemi ne ata që humbim miqt, dhe jo ata që do të na humbin ne. Nëse nuk jeni i dashur, njerëzit shpejt do të gjejnë dikë tjetër për t'u njohur. E të jesh i butë ndaj besimtarëve që të pranuan. Fitimi i respektit të tjerëve gjithashtu ndihmon në lumturinë tuaj. Muslimanët janë dëshmuesit e Allahut mbi tokë dhe ata luten për faljen e njëri tjetrit. Dhe thuajuni njerëzve fjalë të mira. Gjatë jetës më kanë bërë shumë përshtypje ata që i tërheqin të tjerët me sjelljen e tyre si magneti. Ata kanë gjithmonë buzë të qeshur, gjuhë të ndershme dhe zemra e tyre është e lirë nga xhelozia e mërija. Me lejen e Allahut, fuqiplotit, të lartë madhëruarit, për secilin prej nesh është e arritshme të arrijë që njerëzit ta pranojnë. Ky pranim nuk blihet me pasuri, por fitohet me sinqeritetin ndaj Allahut, besnikërinë, dashurinë për Allahun dhe të dërguarin e tij, dashurinë e përhapjes së mirësisë për të tjerët dhe opinion të përulur për veten. Për t'i arritur këto dhe cilësi të tjera të mira, duhet të përpiqemi sinqerisht, sepse ato kërkojnë një ngjitje përsipër. Tiparet e këqija arrijen kollaj për atë që i do ato, sepse ato kërkojnë thjesht një zbritje tatpjet. Karakteri keq shpejt se ndjen mjerimin e vet, dëmtimi i trupit të vdekurit si dhemb. Personi që sheh vetëm veten mund të ndjehet inferior dhe melankolik për brenda. Disa njerëz mendojnë për vete më shumë se ç'duhet. Mjaft shembuj njerëzish të tillë më vijnë ndërmend, të cilët dhanë një ndihmës për shoqërinë e pastaj menduan se puna e tyre meritonte çmimin e shpërblimit të karrierës. Një student që njihja shkroi disa broshura të vogla që u drejtoheshin të rinjve musliman. Doja ta inkurajoja, ndaj e lavdrova për përpjekjet e tij. Atëherë, ai filloi të fliste pafund për broshurat e tij, për atë se sa ishin shpërndar dhe sa shumë ishin bërë të njohura. U mahnita me vizionin që kishte ky person për veten, por nga ai mësova edhe si njerëzit urrejnë të mos u njihet vlera apo të ulet ajo. Dëgjova kasetën e një ligjërate të një studenti. E ftova në shtëpi për ta inkurajuar që t'i vazhdonte përpjekjet në kërkimin e dijes islame. Kur i përmenda kasetën, ai gjeti rastin. Ai filloi të luste Allahun që t'i sillte dobi tër ummetit nëpërmjet ligjëratës së tij. Pastaj ai filloi të fliste mbi atë se si kishte bërë kërkime mbi temën. Para se ta thrisja, nuk e prisja kur që t'ishte aq egocentrik. Biseda me të më bëri të kuptoj edhe faktin se është në natyrën njerëzore t'i jap vetes më shumë se ç'meriton. Përfytyroni sikur dikush do të kritikonte apo ulte vlerën e atij personi. Ndaj, kini kujdes nga përçmimi i ndokujt. O ju besimtar, nuk bën të tallet një popull me një popull tjetër, sepse të përqeshurit mund të jenë më të mirë se përqeshësit. E as gratë me gratë e tjera, sepse mund të ndodhë që gratë e përqeshura të jenë më të mira se përqeshëset.
Njerëzit do ju duan nëse i lavdëroni përpjekjet e tyre dhe u kushtoni vëmendje. Dhe mos i kthej ata që e lusin Zotin në mëngjes dhe mbrëmje. Përkufizoje veten me ata që lusin Zotin e tyre në mëngjes e mbrëmje. Ai u vrejt dhe u kthye, sepse ati i erdhi i verbri. E ku mund ta dish ti? Ndoshta ai do të pastrohet. Gjatë viteve të shkollës së mesme, jo vetëm që studioja poezi, por edhe shkruaja. Në një rast, studentët e një shkolle tjetër na bën vizitë. Në pritjen që i bëm, mu kërkua të recitoj disa nga vargjet e mia, jo sepse kisha ndonjë aftësi, por sepse isha i vetmi në shkollë që kishte prirje për poezi. Lexova disa nga poezitë e mia dhe mësuesi i letërsisë lavdëroi stilin dhe fjalorin tim, dhe unë i besova. Mendoja se kisha shkruar diçka gjeniale, dhe vetëm kur isha më i rritur edhe ju ktheva atyre vargjeve, e kuptova se sa fillestare ishte puna ime. E vetmja gjë që fitojmë duke i përçmuar njerëzit është një armik më tepër. Ndaj, jini të drejtë në njohjen e përpjekjeve të tjerëve dhe lavdërojini për virtytet e tyre.